Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Telefonuesi i parë ka mbritur. Mirëmëngjes. Përshëndetje Bashkimi i Mëngjes. Urdhëroni, lutem. Çfarë do themi sot? Në radhë parë të përgëzoj tyja për vullnetin dhe për dëshirën që e ke akoma si fëmijë. E kanë të sinqertë dëshirën për të dhënë këto informacione. Për të për informacione, për të shërbyer këtij kombi. Urdhëroni, çfarë do themi në emisionin tonë? Bashkimi mundon ngre dy probleme. Radhë parë do flasim për protestën. Po. Duhet të ngrihen të gjithë të mbështesin ata se janë fëmijët tanë, janë motrat tona, janë vëllezërit tanë, duhet të zgjohet populli sepse ka arritur atje ku s'mban me bashkim. Dhe njerëzit kanë edhe frikën e heqjes nga puna, po më mirë një heqje nga puna 2 muaj se sa vujtje të jetën, sepse këta kanibal politikan po na pinë gjakun dhe po tallen me ne dhe vjen puna i quajnë protestuesit, më saktë, i quajnë mbetur, nuk e di, i quajnë pa komb, se këta janë me komb, po këta janë herojnë tanë sot. Dhe po e dëgjon dhe po e flet bota që këta protestues janë herojnë tanë. Kështu që unë më shtes protestuesit dhe u bëj thirrje gjithë shqiptarëve të mbështesin dhe të jemi me ta, sepse është për të mirën e gjithë shqiptarëve. Unë ju falenderoj për mesazhet që përcjellni. Jemi në hapësirën dedikuar të rësisë zërit të qytetarëve në telefonin ton 045 620 601. Kemi mundësinë të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme nga realitetet tona. Presim telefonatën e radhës. Urdhroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Me që e mori labi, po e merr labja tani. Si? Në emër të protestuesve mos të flasim në emër të protestuesve. Po nuk foli njëri në emër të protestuesve. Protestuesve, edhe të shqiptarëve. Ajo protesta është, çfarë thuash, kur dalin ata flasin fjalorin më të ndyrë. Po pse një minutë. Përse ngelin të një episod dhe jo të gjithçka që ka ndodhur në 51 ditë? Po ata janë mbledhur aty. Jo, nuk është e vërtet. Aty del koka kush është kryesori. Nuk është e vërtet dhe do të lutesh amiqësisht. Më fal prap, do të lutesh amiqësisht të gjykoje më me qetësi, më me logjik dhe të gjykoje më me qetësi dhe të dëgjojmë ata çfarë thonë apo jo. Ajo protesta është llazore, protesteve llazore. E qartë edhe këndvështrimi juaj, por ju nuk keni të drejtë të fyeni askënd, apo jo. Siç nuk kanë të drejtë dhe të tjerët që t'ju fyejnë juve për mendimet që keni. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, ku unë ju ftoj të sjellim këtu në një mënyrë qytetare mendimet që kemi dhe jo thjesht të shprehim mlefet tona politike për njërin apo tjetrin. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Për protestën dhe fjalë që këtu nuk ke ku të fillosh e ku të mbarosh. Si? S'ke ku të fillosh e ku të mbarosh, Po urdhroni, flisni. Dhe u bën 36 vjet demokraci, i thonë. Po një më vlla, të 36 vjet gjithë patriarshit janë akuzuar për vjedhje. Po. Tani këto që do të ndërtojnë Shqipërinë e re, a do dalin nga këto hejdu që janë aktualisht e kanë qenë? Jo, ata mendojnë që nuk do t'jetë më kjo klasë politike, me sa e kam kuptuar unë. Po jo, mendojnë ata, po hi pjesë për e të një hunë që e kanë tradicionalisht të vjetën, po që për ashtu po s'po hi më saj pune. Po? Dhe jam dakord që pa protest ke marrë fond si popull. Po pra, pse e shikoni me kaj dyshim të ardhmen e Shqipërisë? Po me dyshim e shikoj të ardhmen, unë sepse edhe ato që janë aty, ata janë shumë ku dhe më vetëm duke një drejt pa aftër, drejtu... Si të pa aftër? Një protest që zgjatë 51 ditë, një protest që bën publike nga problematiket e realitetetve tonë, nuk dëshmon për pa aftësi të protestuesve, apo jo? Gjë nuk do në vishë si të madhe me parat në gjepë, dilet e bërdilet e në sheshe dhe
Nuk ka reveshësie. E qartë dhe mënyrës se shikoni ju protestën, unë juftoj tani të sjellim dhe problematikat të tjera këtu në emisionin tonë dhe jo thjesht këndvështrimet tona mbi veprimet e të tjerëve. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Se ma mbylle. Po sepse e thatë mendimin pra. Protesta duhet të bëhet e prokuroria, të spaku, të gjyqtarët, të drejtësia. E qartë, po që kur filluat, një minut, pra pse ju ambyllat. Po filluat me Llazore, së Llazore, unë do të mbyll. Atëre unë e mbyll, po filluat me sharje dhe me fyerje. Nuk jenë në vendin e dur këtu për sharje dhe për fyerje. Sharjet nuk janë asnjëherë argument, përveç se shprehin ato mlefet tuaja që keni ndaj njërit grupim apo tjetrit. Mirë, kjo është padobishme për emisionin tonë. Urdhroni. Po, zotni Bashkim, si më kënje? Mirë, kërkoj mirë kuptimin tuaj, t'i lëm radhë të tjerëve. Faleminderit për mirë kuptimin dhe i kërkoj në të njëjtën kohë mirë kuptimin atyre që marrin gati për ditë të lënë hapësirë dhe të tjerëve. Ka shumë njerëz që duan të sjellin këtu pjesë të realiteteve tona me zërat e tyre. Dhe i gjenë të blokuar e telefonin. Urdhroni. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes. Ja, du të lutem mos ma mbyll telefon. Jo, e mbyll vetëm po shave. Të lutem të flas aq sa më takon. Ja. Po urdhro. Po një gjoja djetë Bamir Topin që shkoja djetë doli dëshmitarët, diçka të tillë që ka firmasat e... Po, kur ka qenë president edhe bën pyetje. Po. Nuk ka faj, Bamir Topin nuk ka faj se Doktor Lopësh ka qenë president e Bonisa Liberisha, të lutem. Ja, po fillove me këtë gjuhë, nuk të lejoj të flasësh. Me këtë gjuhë, nuk kemi të drejtë të fyejmë asnjë shqiptar. Ju lutem tani, kuptoni që ky është emisioni edhe i vlerave qytetare në mënyrën se si sjellim problematikat tona të rëndësishme, problematika me impakt në shoqëri. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Me unë mire bo për këto që i thua, sepse për shumë në peket mund me shahe, me bo, ose me dhonë men, duke si kur jo me të recenti ma. Por e shiva ato që i shef në sy, edhe ato që prek me dorë mund të flasin, po jo, se që ka buda ligjen men, në një i flasin to ka 5 minuta. Unë për vetën ti me them këshu, ajo procesa është shumë e drejtë të më mirë. Mi po më duket pa kokë, më thotë Bashkim, më duket pa kokë. Po ndoshta është pa kokë nga që aty përfaqësohen grupime të ndryshme dhe kjo protestë ndoshta misionin e ka vetëm për deri atje sa të krijoj kushtet për zgjedhjet të normale. Edhe diçka të vogël që ditë në premte foli kryeministri tha që kemi vu 600 kamera, nuk ka moza që tha makina djegura e kështu. Për çdo ditë të shtonë e bën një vrasje në Sarandë. Jo me i plumë, po me nënë plumë a mes qyteti. Nuk hiken me makinë që tha që për motor. Pas i zbritën motorit, hiken me skap. Lenë në qeveria nuk o më regu për veta, kështu të jetë, sa tjetë jeta, sepse a i krimineli, kriminelin, që që nuk dhe lo kërë jo se nuk jam ma njeriu, zoti Bashkim, nuk jam ma njeriu me bokë të gjonat. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju që sjellni në mënyrën tuaj mendimet që keni, vazhdojmë shfrytëzojmë këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirëmëngjes. Jo, po Bashkim. Urdhro. Të lutem. Të lutem tani, po fillove me sharje të njërit e tjetrit. Mirë, nuk do të shajnë, jo. Bamir Topi, a mori tokët e tia, që e dha Sali Berisha, për nuk i del dëshmitare, jo zotri. Të jenë gjithë bashkë, o Bashkim. Të gjithë bashkë, që më në bëllisë e gjithë bashkë, e di Rama njën. Sali Berisha 2, Lirë 3, edhe ky 4, Bamir Topi, ora që ka mbëllëm Shqipnin më burë. Në gjithë e frapë qupin aty, një spion sigurimi shtetit, edhe qartë dhe mendimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Telefoni 025-620-601 bëhet i dobishëm kur sjellim këtu realitetet tona dhe jo nervozizmat tona. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Unë duhet habitem me këtë Evropë, me këto Marta Kos. Habitem, është evropiane me shkollë e shkolluar, nuk e di. Do të pranojnë 3 pika Shqipërisë për ty në Bahe. Po qëfar ka bërë këtë... Një minut që te kemi të qartë, qëfar janë ato 3 pikat? Janë për arsimin, janë 3 pikat, 3 kapitujt e parë, të cilët të bëhem pa negocim.
Dhe pastaj fillen të tjerat ato për drejtësinë, të tjerat janë më pas. Ato nuk janë mbyllur akoma. Për ato biles u lanë porosi, nga Marta Kos u lanë porosi që duhet të shikojmë reformat në realitet dhe jo vetëm thjesht në ligje. Apo jo? Pse nuk jeni dakord atëre me Marta Kos në këtë pikë? Nuk thashun se i kam mbyllur. Unë thash që do t'i shqyrtoj, kam thënë që do t'i shqyrtoj. Tashi, jo të shqyrtosh fare të mos thuash. 3 pikat janë kryesore që janë për Shqipërinë sot që po vjen. Pronat shkoj te ishi zotin, drejtësia dhe arsimi. Jo, kjo do t'i të rasim edhe të fute pa pastaj të ashtu. Jo, më i Marta Kos, jo. 3 pikat e para duhet t'i bësh kështu. Nese, një minut. Pikat do kalojnë të gjitha një nga një me radhë dhe gjithë të procesit. Dhe kush caktohet e para, kush caktohet e fundit, nuk e cakton Marta Kos. Janë disa praktika të vendosura dhe kapitujt mbyllen nga më të letët e më të letët deri tek ata më të vështirët për të implementuar në realitet. Unë ju falenderoj. Keni gjë tjetër veç saj? Keni gjë tjetër veç saj? Kemi 35 vjetë që po vojë me së përpejnë që kys e i doreqe, dalim për dita atje, kys nuk bën doreqe, i kënë qonë lekët e veta në përbot në prakshu, por që bëhet shumë nuk i kanë sytë në pak ta Evropa, Amerika, më the të fashe, që kërkojnë këta, që kërkojnë që futët këtu, që kërkojnë që futët këtu. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju në mënyrën tuaj mendimet që keni. Urdhroni. Përshëndet zonjën. Urdhroni, lutem, flisni. Ore, desha të qatë lidhi me protesta. Protesta është një protestë shembullore, por më çudit fakti që të majtët duke mbështesin fare. Do të mbështesin të majtët dhe deputetët e majtë, sidomos ata të rinj. Do të kuptojmë gjithashtu ne po jetojmë në demokraci. Nuk duhet lejohet më të kjo lloj diktature që është këtu në vendin tonë. Ta janë diktatorët e furit Ballkanit. Ne shohim se si Edi Rama sillet me gjithë deputetët, me gjithë antarët e partisë ti, dhe e shohim edhe në për këto konferenca, dhe e më tepër bën monologje, nuk respekton fjalën e lirë fare. Unë nuk du të flas më tepër, por duhet kuptoj edhe të majtën që kjo protesti shërben të majtëve, të djatëve i shërben të gjithë Shqipërisë, të gjithë shqiptarëve të ndershëm. Ne shohim se si tash grabitë e qytetarë shqiptarë ditë për diell, disave ju merren pronat, disave ju shkatrohen pronat, disave ju merren burimet e ujit, disave ju merren kullotat. Ne po shohim çdo ditë tash, ne nuk është se kjo protestë është e padrejtë. Duhet kuptojmë që është nga protestat më shembullore, është oksigjeni i kombit shqiptar. Këto kisha prandaj që vjen kishin kokës shqiptarët. Jetoj për veten e tyre, jetoj për kombin shqiptar. Këto kisha faleminderit. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj. Kemi edhe 1 minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Tani jam një qytetar të në Tiranë. Po. Që kam 11 vite që kërkoj të drejtën time. Po. Pronën shtëpinë më kanë shenë ndërtuar në 1978. Po. Më shenë për zhvillimin e kryeqytetit me rastin e Onazës së Re. Jemi që të gjithë për ndërtim për zhvillim. Po. Po më zorë në s'katë rrugë dhe nuk dunë me ditë për jemi. Po pse kur shëm shtëpia, nuk vëllë të marrëveshjen e dëshpërblimit e të tjera si këto? Marrëveshja dëshpërblimit ka qenë do bëhet një gjyq permanent, sepse ju takon 100%, nuk keni asnjë detyrim nga shteti, siç kanë miratuar vetëm me vendimin Po pra, 1 minutë, po e bët gjyqin formal? Kam 11 vite në gjyq, zotëri. A, jeni në gjyq akoma të kësa historie? Kam 11 vite në gjyq, shkallën e para kam humbur gjyqin. Dhe gjyqi nuk ka dhënë vendimin akoma? Në shkallën e para kam humbatur gjyqin sepse unë nuk ishe aplikuar me në 45 ditë kur kishe marrë vendim bashkia. Bashkia marrë vendimin dhe na ka dhënë mas 6 muajve. Pra është një çështje që nuk po gjen zgjidhje. Kur kam aplikuar, më thonë që nuk ke aplikuar më shpejt. Nuk ka njoftuar njeri, thash. Keni televizor, tha, keni gjuhën televizor. Kështu që kemi dalë protestë që 2016, kemi blokuar rrugët disa herë për drejtat tonë, për pronat tona, e kemi thënë mirë, nuk e duket,
Me jep një pronat e mia që ka pas prindet e mi. Jo, atje ka më 7501. Atje më 7501. Qartë, pra një problemi pas gjithër pronë që ju nuk dini edhe ku të drejtoni tashmë, se jeni drejtuar nga të gjitha anët. Ku të shkojmë, nuk e dim ku të vim. Qartë, një problem se si vërtitën një rreth vicioz për pronarët, për pronat e tyre, të cilat janë bënë në shërbim të komunitetit. Ishte telefonuesi i fundit për ditën e sotme, ne do të takojmë sërish nesër. Mirupafshim.